Në parkun kombëtar të Shibenikut, aty ku natyra, historia dhe tradita ndërthuren në mënyrë të veçantë, fshati Qarrisht i Librashdit është ndëruar në traditë në promovimin e një prej zonave më të bukura turistike të Shqipërisë, duke nxjerrë në pa jo vetëm peizazhet mbretëlënëse, por edhe kulturën, zakonet, mikpritjen dhe kulinarin karakteristike të banorëve të zonës. Flasësh për historinë e kullave dhe fshati Qarrisht është në traditën e historisë të kullave të zonës veriore. Kullat e fshatit Qarrisht janë të ngjashme me kullat edhe të Koshorishtit, edhe të Langës. Janë tradicional ndërtesa të bëra para 150 deri 200 vjetësh që me fillimin e krijimit të fshatit Qarrisht. Janë autentike. Përfaqësojnë traditën dhe zakonet e gjithë krahinës. Edhe pse një nga zonat më të thella malore të zonës së Librashdit, ato e vizitojnë turistë të huaj dhe vendas. Mes tyre ishte një familje nga Karolina e Jugut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila kishte zgjedhur bukuritë e natyrës së Qarrishtës. Jam nga Karolina e Jugut në SBA. Kjo është vajza ime Naomi dhe bashkëshorti im Bennett. Jemi shumë të lumtur që ndodhemi këtu dhe shumë mirënjohës ndaj shqiptarëve dhe Zotit. Jam këtu me prindërit e mi, po më pëlqen shumë Shqipëria, është një vend shumë i bukur dhe njerëzit janë shumë të mirë. Për shumë prej vizitorëve, kjo ishte hera e parë që ngjiteshin drejt Qarrishtës, një vend i njohur si toka e fjalës dhe e besës, me një histori të pasur dhe me një rol të veçantë në strehimin dhe mbrojtjen e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore.